jap një vendim përfundimtar që do të mbrojë kushtetutën, rendin demokratik dhe funksionimin e institucioneve. Kjo pak e pas ka sulmu vendimin, po mendoj që s'është diçka që duhet me u sulmu, duhet me respektu si i tillë, po me e thonë se tash ky vendim e parandalon, ky është vendim që pikërisht e ndalon keqpërdorimin ose anshmërinë, kaq thjesht. Okej. Ilir, pra jemi te reagimi i kryetares së kuvendit, kjo peshprejat pajtuna me Ermolin që e ka një dozë mos pajtimi kur po thot aktiviteti i kuvendit mbetet i kufizuar. Sepse si duket, këta kam prit që gjatë kësaj periudhe me majt mbledhje në kuvend, seancat me majt mënyrë të rregull, me marrë vendime sikurse s'ka ndodhur kur gjë hiç, me ignoru komplet dekretin e presidentes Osmani. Edhe me i thonë zonës Haxhiu ku ketë që një vit e gjys gati që nuk e patët dert hallën e qytetarëve, ti vetë 57 herë ke konkuru për kryetaret kuvendit, edhe s'ka shku menja një herë me menu për çështjen e hallit të qytetarëve, kështu që tash për qëtat 20 ditë që kanë meti me 31 mars, po brëngosesh. Ndërsa sa i përket vendimit gjykatës, mendoj që mirë ka bërë që i ka pezulluar të dyjat, ka caktu masën e sigurisë edhe për presidencën, edhe për kuvendin. Mirë por në të njëjtën kohë, afati me 31 mars, duket se i ka lënë kohë të mjaftueshme edhe presidentes Osmani, që deri me 4 prill, kur është në zyrë, deri me 4 prill, të marrë një vendim për shpalljen e zgjedhjeve, nëse gjithmonë po flasim, nëse vendimi, po nuk besoj që ka arsye me ushty mas 31 marsit vendimi i gjykatës kushtetuese, çfarë do të qoftë ai. Kështu që i lehet një hapësirë Vjosa Osmanit për 4 ditësh me marrë vendime qoftë për datën e zgjedhjeve, qoftë për konsulta me partitë politike, kështu që mendoj që kjo është e ka anën e vet pozitive. Po, në fakt kështu si zonja Haxhiu, pak shumë i ngjashëm ose fiks i ngjashëm është edhe reagimi i qeverisë, pra që disi gëzohen që kanë marrë vendimin për po themi pezullimin e dekretit, po njëkohësisht pra shfaqin këtë brengën e tyre që pse u njeh i njëjti shembull edhe te krahasi kuvend. Po unë mendoj që kjo mas i shërben gjitha palëve, sepse nëse nuk do të kishte një mas të tillë, rreziku do të ekzistonte që do të ndërmerreshin veprime tjera, të cilat do të kontestoheshin sërish. Dhe pa e komentu aspektin meritor të dekretit të zonës Osmani, mendoj që e përshpejton procesin, për shkak se ka një vendim. Gjykata kushtetuese zakonisht trajton vendime dhe jo procese të cilat nuk kanë një akt të caktuar juridik. Dhe në mungesë të një dekreti, nuk do të mund të aktivizojë gjykata kushtetuese. Edhe nëse do të mbahej ndonjë seancë tjetër, prap do të ishte vështirë edhe me referu në gjykatë kushtetuese, sepse do të kishte vendim. Kështu që në këtë drejtim mendoj që ky dekret i ka bën nder komplet këtij kontesti juridik e politik e kushtetues. Pra i ka dhënë, po themi, një shteg drejt zgjidhjes. Po i ka dhënë një shteg drejt zgjidhjes sepse ka një vendim të kontestueshëm, po gjithsesi është gjykata ajo që do ta jap fjalën e fundit. Dhe në këtë drejtim pyetja tash nuk është a ka pas të drejtë ndoshta presidenti Osmani, po a ka filluar procedura për zgjedhjen e presidentit. Kjo është përgjigjja e madhe që mendoj duhet të jap përgjigje gjykata kushtetuese. Nëse gjykata konsideron që ka filluar procedura për zgjedhjen e presidentit me dorëzimin e kandidaturave dhe nënshkrimeve nga lëvizjeve të vendosje, pavarësisht quorumit, mungesës quorumit, atëherë procedura mund të vazhdojë edhe 60 ditë. Nëse gjykata konsideron që procedura nuk ka fillu për shkak se nuk ka pas quorum me u mbajt seanca, i bie që presidenti Osmani ka të drejtë me dekretin, sepse ka kaluar afati 30 ditor para përfundimit të mandatit të saj. Dhe ky do të jetë, mendoj, një precedent i mirë edhe për të ardhmen, sepse kjo është një çështje që do të mund ta përsëritej kurdo që do të vinte si rast. Do të zemër, gjithë politika e Kosovës ka qenë konsenzus që nëse nuk zgjidhet presidenti një muaj para se t'i skadojë mandati president tjetër, vendi shkon në zgjedhje, por nuk ka hap edhe kjo çështje, ka dalë që çdo nën të kushtetutës po shpresoj albatros, kena me saru me vendimet gjykatës e
mos në let ju shërben këtyre gjeneratave tjera. Po kushtetuta si çdo akt ligjor nuk është tekst i vdekur edhe i përshtatës situatave, për këta ekziston gjykata kushtetuese. Në përshtatët karaktereve të njerëzve. Hartuesit e kushtetutës nuk kanë mujt pi para pa krejt situatët. Por një gjë duhet thonë, prirja e gjykatës tregon që nëse ka një masë përkohshme, aty domethënë pritet një vendimarrje e cila e favorizon palën që është anku. Kjo është paku prirja nëse shikojmë statistikisht deri tani. Unë pajtohem që masa e përkohshme është dashur të jetë e balancuar, sepse pala kështu qetësohet skena politike. Nuk ka të drejtë Zoja Agjiu me atë reagimin e vet. Ajo duhet ta bëj politikisht, por substancialisht nuk është që ka ndonjë drejt për atë punë. Duhet me prit deri me 31 mars. Po prirja është që unë e kam bërë një shkrim sot, që e kam botu dhe e kemi shpërnda, që me shumë gjas do të resetohet procesi, por ky resetim nuk duhet kuptu tash hajtë të vazhdojmë me të njëjtën gjë, po mlidhemi prapë dhe s'po bëjmë kur gjë. Nëse gjykata kushtetuese e reseton procesin, atëherë gjykata kushtetuese duhet me adresu një problem thelbësor. Ajo është pjesëmarrja e deputetëve po apo jo, sepse me vendimin e vitit 2013-11 duket kur ka qenë Bexhet Pacolli, është kriju ky absurd i kvorumit me 80 deputet. Kuvendi merr vendimet me 61. Ekziston ai groundi i tretë për arsyeën e vetme që për mu evitu bllokadat. Kur vendos ky kushti për 80, u kriju një blokad ku bojkoti o fuqi politike. Qysh, ju po mendoni që gjykata ka me rrëzu atak gjykimin? Jo, s'ka me rrëzu, po nuk mundet me rrëzu. Ka me thonë që nuk ka nevojë tash tutimi pas 80 deputat për me fillu. Rrëzimi i një gjykimit pa hershëm është problematik, por duhet me dhënë një përgjigje si me i bë ata 80, domethënë se tash nëse nuk jepet përgjigjes se ky 80 është shumë problematik. Çdo jurist serioz çfarë po pret? Që me i detyru deputetët me zarmë. Nuk e di, gjykata kushtetuese duhet me zgjidh. Përndryshe, në çdo situatë në të ardhmen ne kemi blokadë. Shqipëria kur e ka pas një situatë Kur s'kena pas blokadë? Presidenti u zgjedh Kosovë, edhe kur partia fituese i ka pas 30%. Problemi është por kemi një situatë tillë të zgjedhja presidentit. Skena politike të ne nuk është skena politike e mas shpallës pavarësisë. Sepse tash po polarizohen gjonat. Polarizimi, ne nuk sot e kemi këtë polarizim. Mas 10 vite mund ta kemi një polarizim tjetër. Kjo zgjedhjet ose gjykata kushtetuese e krijon një kundërpeshë për këtë 80-shin që i jep mundësi palëve me dhënë drejtim procesit, ose duhet mundru kushtetuta si që ja ka bërë Shqipënia. Sa herë që zgjedhej presidenti, Shqipëri kishte krizë kushtetuese, detyroi rreziku me shkuën zgjedhje. Ata e zgjidhin problemin, e amandamentuan